Zhvillimi i turizmit të natyrës dhe kulturës në zonën e Planës në Lezhë po merr një shtyrë së re përmes investimeve në infrastrukturën rrugore. Qëllimi është përmirësimi i aksesit dhe lidhja më e mirë me aks kryesore duke e kthyer zonën destinacion më të vizitueshëm. Bashkia Lezhë ka nisur ndërhyrjen e segmentit rrugor që lidh zonën autentike të Planës, ku gjenden objekte me vlera të veçanta të trashëgimisë kulturore, përfshirë objekte kulti, peizazhe natyrore dhe tunelet austro-hungareze. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu thekson se ndërhyrja synon jo vetëm promovimin e turizmit, por dhe përmirësimin e kushtetetës për banorët. Kjo rrugë ka filluar dhe do mbarojë së shpejti, që ka krijuar një tjetër situatë për këtë lagje, bëhet më jetueshme, më e lehtë dhe më estetike. Kjo është një anë, po ne planën e kemi marrë me sistem të organizuar. Pra, po vim nga Bërzana, po hym këtu, do dalim te lagja e Vukave, po bëjmë projektin e rrugës nga shkolla deri sipër, se vjet na ka kalu arshoja, deri vjet e kanë pas tjerë. Si vjet, pa na lajmëruar, na kanë lënë ne, megjithatë ne do ta bëjmë tonën, pa diskutim. Kështu që thjesht ndihem mirë, për arsye se jemi duke punu me fondet e bashkisë. Banorët e Planës e vlerësojnë këtë investim si një hap konkret drejt zhvillimit. Me përmirësimin e infrastrukturës, Plana si një qendër muzeale e vjetër, e njohur kudo, gjithë turistat për ta vizituar dhe për ta jetë aksesueshme në çdo aspekt. Duke parë kishën shumë të vjetër si Shën Barbarës, tunelet që i ka bërë Austria, Plana po merr një pamje tjetër infrastrukturës, me rrugë, me ujë, besoj shumë shpejt edhe me energjinë elektrike, sipas fjalëve të tyre, dhe do të jetë një qendër pothuajse e aksesueshme në çdo aspekt. Rruga fshatit ton është 80 vjet më parë ka qenë rruga Austrisë. Qetë s'ka bukur don davi që ka lënë për vodha edhe kanë ikë. Tashti në nim bashkisë e gjithë ju që keni ardhur, falenderoj për ju, do të ketë gjitha, po duhet gjithsesi qetësi. E para është që ka ardhur ujë 24 orë bërë si sa pa horë. E dyta, a rruga si kur është pilot e veretiera i pastrëshim pocë. Turizm animal marë turistat në... Shumë, kanë me ardhë ke kullat e mija, që si kanë bën muret, e kanë me ardhë të gjithë. Projekti është pjesë e paketës investim të Bashkisë Lezhë për zonë rurale dhe prit të përfundojë brenda muajit korrik. Në vim parashikohet ndërtimi itinerareve turistike me synim përfshirjen e Planës në ardhmën turistike të Lezhës.